Ka dhe diçka tjetër, duke ardhur sa më shpejt, se vim te kjo termi bashkimit, se kam qejf të dialogoj. Unë dua të ulë rast bërtas se dua të bashkohem. Bashkimi krijohet duke lëvizur një me tjetrin, janë bërë disa martesa shumë të çuditshme. Nga Saranda në Gjilan, jugu. Po kush është djali, kush është vajza? Nga Saranda djali apo vajza? Të Në shtetësi marrin ta pasaj? Po, në shtetësi pasaj... Jo, kam i pyetje këtu. Më fal. Shumë qytetarë të Kosovës ka marrë unë ankesa që mezi marrin në shtetësi. Tani, ta mbarojmë këtë pjesën e parë dhe unë do vi te kjo që thonë. Se dhe kjo është shumë e rëndësishme. Patjetër. Dhe ç'ndodh? Në fillim fare kur kam shkuar në Kosovë në 2014-ën, domthon shqiptarët e Kosovës zbrisin deri në Vlorë. Deri aty ishte fundi. Po. Bilet përpara deri në Durrës. Deri në Durrës e shkoi deri në Vlorë. Dhe më kujtohet në vitin 2015 kemi çuar disa biznesmen në Sarandë. Po? I mlodhëm për herë të parë në Sarandë. U bëm se ambasada e Shqipërisë dhe ka qenë ministre e tregtisë zonja Hikmet e Bajrami. Po? Një zonjë shumë e nderuar. E tham ta bëjmë të dhe grumbulluam 30 biznesmen. A e diti që nga ato domethënë vetëm 5 prej tyre kishin qenë në Sarandë. 25 tjerë nuk e dishin se ato mendonin që Shqipëria mbaron Gjirokastër. Domthon ka hecur kjo që thatë juve që kanë qenë deri në Durrës. Po jo me një vajzë gazetare që kishim ne në punë, ajo deri në Durrës kishte. Kur i ra rasti të çohem me shërbimne në Himar, ore tha çam thoshit ju tha, unë kujtoja tha se deti ishte deri në Durrës, tha, deti ishte ai tha, i Jonit tha. Pikërisht. Edhe marrim tash prapë me këtë se si zhvillohen gjërat. Peshku në Kosovë trajtohej shumë pak. Ishte peshk rezervari etj me radhë, rezervati, pak peshk. Në Prishtinë kishte, më duket, 1 ose 2 restorante peshku. Sot ke 10-15 restorante. Ku e marrë, ku furnizohen? Furnizohen Durrës, furnizohen në Shëngjin, kupton? Edhe ditë për ditë restorante, domethënë masive peshku. Vaj ullirit, absolutisht. Me pikatore ishte si kështu. Tash përdorimi i tij është shumë masiv. Në Kosovë, Në Kosovë. Atëherë, domethënë kjo lëvizje, po kjo lëvizje vaj ullirit, ë? Po si, dhe kjo lëvizje pruri dhe martesat. Sarandë. Kemi një shifër sa janë martuar? Domethënë besoj që mund të jenë tek 2500 martesa. Shqiptarët e Shqipërisë me shqiptarët e Kosovës. Me shqiptarët minimalisht. 2500 martesa. Po, domethënë minimalisht, sepse kemi pjesën e kufirit, që po marrim në pjesën Tropoja, Hasu, ato janë ajo kanë domethënë por domethënë ka edhe nga Po në shtetësi atë? Tani marrim te kjo. Duke ardhur dashi, duke parë Shqipërinë, duke parë këto me radhë, u rrit edhe biznesi i tyre. Në Velipoj ka restorante shumë nga Kosova, në Durrës, në Shëngjin, kupton? Dhe do thoja që kjo i ka dhënë një impakt. Prandaj sa më tepër zhvillohet ekonomia, sa më tepër zhvillohet bashkëpunimi, neve jemi bërë një. Sa më tepër të ketë, domethënë sa më pak pengesa në kufi dhe natyrisht ka ende probleme burokratike midis dy administratave etj me radhë. Por unë po them që trendi është pozitiv. Dhe ajo që është më e rëndësishme, njerëzit kanë ecur më përpara se politika. Po sigurisht. Tani se kjo në shtetësi sepse thashë ka shumë ankesa për këtë. Tani si në Shqipëri dhe në Kosovë, po, përpara ka qenë tepër e vështirë për të marrë një leje qëndrimi në të dy vendet. Një hap përpara se sa të marrësh pasaportët. Tani ky problem është zgjidhur. Tash marrja e Tani është pa leje qëndrimi. Tash është pa leje qëndrimi nëse ti ke qëndruar 5 vjet, 4 vjet, është si një Schengen europian. Po në shtetësi? Në shtetësi është një proces që ecën me hapa të ngadalta. Se ambasador. Dhe nuk e kuptoj, ka si kush e ka në dorë. Në dorë e kemi ne, por ende jemi shumë pak. Më thonë shqiptarët e Kosovës që janë martuar në Shqipëri dhe anas tjetër, po sidomos ata që duan të marrin në shtetësinë shqiptare, kur çon letrat për presidencë, është një kalvar shumë i gjatë, të cilin nuk duhet. Si ka unë dhe thonë, më le të kishim marrësh në shtetësinë gjermane, amerikane, se sa të shqiptarë. Nuk duhet të bëj një koment më të thellë. Kuptova, domethënë ti duhet me këtë rast fole me heshtje. Foto tjetër. Ky është një foto shumë e bukur,
emblematike e ambasadorit Qemal Minxhozi me presidenten Vjosa Osmani, presidentja e dytë zonjë në krye të shtetit të Kosovës, cilës i ka mbaruar mandati. Çfarë impresionesh keni nga bashkëpunimi juaj me zonjën Osmani? Unë kam pasur një bashkëpunim shumë të mirë. Me zonjën Osmani jam njohur dhe përpara se ajo të jetë në postin e presidentes. Kemi pasur një kontakt, domethënë jo thjesht zyrtar, por miqësor. Po kush është ai, më fal që ndërprer, po kush është ai që nuk i ka këto marrëdhënie me Qemal Minxhozin? Dhe sot e kësaj dite ruajmë to raporte. Po? Natyrisht ka pasur her pas here mos dakordsi. Ka pasur, ë? Ka pas ndonjëherë. Për shembull. Na tregojnë detajet të bukur tani. Shiko, çështja është për ritmin e zhvillimit që duhet të jenë më të avancuara. Por nga ana tjetër, kurdo që zonja Osmani ka në Shqipëri, është shpritur me një veneracion të jashtëzakonshëm. Kam bërë një bisedë mbasi unë jam kthyer në Shqipëri, kur ka qenë në Shkodër. Po? Vizit dhe është befasuar jashtëmase për ndjenjat që ka marrë nga njerëzit, jo thjesht nga që takonet e me radhë. Se në Shkodër, po të përmendesh për shembull Kosovën, ka një shumë kështu, sidomos Po pse në Burrel? Edhe në Burrel, kudo. Po s'ka parë? Kudo, sepse i bashkoi dhe në 99-ta. Po pra. Në 99-ta i bashkoi. Në 99-ta ishte një lloj prove, po themi. Shiko, se të kthejmë te kjo provë se është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ka pasur ndonjë paragjykim të ndërsjellët, ajo ka qenë para kësaj periudhe. Në 99-ta i vuri vullën asaj vllazërie që njëri duhet ta ndjejë në shpirt. Shiko, ka shumë njerëz që thonë, shiko, atje në Kosovë kështu, atje në Shqipëri kështu. Shiko, Kosova dhe Shqipëria duhet marrë si Po kështu themi ne atje në Burrel, kështu atje s'ka parë. Po s'ka parë kudo. Po në këto raporte jemi. Por unë kam qenë në Kolonjë para 3-4 vjetësh dhe kam shkuar në një familje që tha unë kam pasur 15 kosovarë. Si, po, dhe kemi miq, kemi hyrë me dalim me. Domthon ajo e keqe që i ra Kosovës në atë kohë, dha një të mirë tjetër për të provuar sa ne mbështesim njëri tjetrin. A na e dina ta me këtë? Shumë. Na vlerësoj? Shumë. Shiko. Kur e mban atë fjalën Albin Kurti nuk e thot asnjëherë. Shiko tash, te Albin Kurti vi më vonë. Por ne flasim për popullin. Çështja është këtu. Marrim te familjen që ka qenë kolonjë. Edhe martesa kanë bërë pastaj atje. Nga këta që i kanë instruuar, kanë bërë martesa? Edhe martesa kanë bërë. Domethënë është një lidhje. Nuk e dija këtë. Është një lidhje e tillë që është komplet e habitshme. Tash vim te këto tjerat që folëm ne për shembull. Domethënë mirë që i strehuan. Po. Po edhe u martuan pastaj. Po pastaj ka dhe diçka tjetër për të kallëzuar se sa ku jemi ne, se sa ndjehet Shqipëria me radhë në Kosovë. A e diti, Roland, që në Kosovë ka 2100 vajza me emrin Saranda. 2100 vajza? Tani e kam unë atë fotografi. Ju lutem regjia, duhet jetë foto e fundit, një foto me vajzat Vlora. Unë e kam, këto janë Vlora. Këto janë Vlora, po ka dhe me Saranda. Këto janë në Bashkinë e Vlorës? Këto janë në Bashkinë e Vlorës. Në Bashkinë e Vlorës. Shiko këtë vajzën e vogël këtu. Edhe ajo Vlora? Ajo është Vlora, mamaja është Arieta, po ajo është Vlora. Vlora ka lindur para 5 vitesh, 6 vitesh. Jo, më falni, tash duhet të jetë 10 vitesh, kur kemi qenë 2016-ën. Po mirë, 2018. Gjitha këto janë në Vlora. Gjithë këto Vlora dhe kanë qenë 28 Vlora në Vlorë. O sa e bukur kjo. Dhe kemi qenë në Dërmi, në Llogarat. Se këto janë disa vajza të reja, domethënë që gjithë. Domethënë nuk flasim 20 vjeçë, nuk flasim për vajza 50-60, po. Para 90-s. Para 90-s. Po edhe mas 90-s të janë gjitha mas 90-s. Tani, mund të bëjmë pyetje të tillë. Pse ja vendos emrin Vlora një nën dhe një baba, një që lind në Kosovë? Domethënë, si e shpjegojnë ata? Përpara ka qenë domethënë për Vlorën e Flamurit. Po tash i bëjnë se Vlora ju i pëlqen dhe shumë. Sa e bukur kjo, më kënaqem me këtë. Prandaj ja Vlora vogël që është atje, edhe gjithë. Edhe tash vim te këto Sarandat. Po Saranda sa ka? 2100. Vlora ka 6000. 6000 Vlora, 6000 Vlora. Do dhe 6000 vajza kanë emrin Vlora. Dhe 2500, domethënë 2100 janë Saranda. 2100 Saranda. Tani do të kallëzoj diçka shumë interesante. Po.
kur kemi qenë në fillim shkuam me Sarandat atje, kur kemi shkuar në Sarandë atje, qytet ato njerëzit që ishin aty, si është e mundur këto me emrin Saranda. Po shumica tyre nuk ishin qenë Sarandë. Vetëm njëra kishte lindur Sarandë në kohën në 99-ën. Dhe kishin emrin Saranda? E kishin emrin Saranda. Do e kishin strehuar aty? Po, e kishin strehuar atje me emrin Saranda. Ajo gruaja ishte shtatzan dhe lindin Saranda. Lindin Saranda dhe vjen emrin Saranda. Emrin Saranda. O sa e bukur. Dhe një intervistë me atë Sarandën që ka lindur atje. Shiko, dhe më e forta ishte që këto ne planifikonim 2 ditë për të ndetur, do hanim mëngjes, drek, dark. Kishte 2 mëngjese, 2 dreka, 2 darka edhe muzikë pafund. Dhe njerëzit gjithë Saranda do më hënë çka ka ardhur këtu, se sot po të shkosh Sarandë nuk mund të ketë më tepër se 5-6 vajza me emrin Saranda në Sarandë. Nga të Shqipërisë flas. E kuptoj. Prandaj domthon është e lidhur kjo me historinë e djeshme po edhe të sotshme. Po qytetet e tjera me emra ka sa dush pastaj Berat. Delvina. Jo, Berat ka shumë. Delvina ka pak. Pastaj Milot ka shumë, që Milotin e kanë marrë kur kanë ardhur kosovarët në fillim. Xhevaire Izmaku, deputete e Kosovës, vajza i quhet Delvina.